Këngëtarja e njohur Ronela Hayati ka ndarë një mesazh të gjatë dhe emocional në Insta Story ku shprelodhjen zhgënjimin dhe dhimbjen që i kanë shkaktuar komentet thyese dhe gjuha e ashpër në rrjetet sociale. Ajo tregon se pas viteve të tëra përballjeje nuk është më e zemëruar por e konsumuar emocionalisht. Ronela shkruan se çdo herë që ka tentuar të reagojë apo shfry dufin e saj, mesazhi ka rënë në vesh të shurdhët. Ajo thekson se kritikat nuk kanë lidhje me muzikën apo punën e saj, por me pamjen dhe paragjykimet e lodhshme që shoqërojnë çdo dalje të saj publike. Në rrëfimin e saj artistja tregon edhe peshën e jetës personale që mbart jashtë skenës, faturat, përgjegjësitë familjare, prindrit, ndarjet, sfidat e përditshme që publiku nuk i sheh. Ajo vë në dukje kontrastin mes imazhit publik dhe realitetit të vështirë që shpesh fshihet pas tij. Ronela e përshkruan Shqipërinë si një vend që i ka dhënë arsye të ikë, por edhe arsye të qëndrojë. Megjithatë, pyetja që e dhemb më shumë është: si ka kaq shumë likësi? Në përfundim, këngëtarja lë një mesazh reflektues për vlerën e zemrës së mirë në një kohë kur negativiteti shpesh dominon. E nëse sot duhet të jemi falendërues, përveç shëndetit, jemi bërë të falenderojmë Zotin që kemi zemër të mirë. Mesazhi i saj ka prekur shumë fansa, të cilët kanë reaguar në mbështetje dhe mirënjohje për sinqeritetin e artistes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.